Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2026 është rritur numri i automjeteve të vjetra që janë çregjistruar nga qarkullimi. Sipas të dhënave zyrtare, në këtë periudhë janë çregjistruar gjithsej 1761 mjete me moshë mesatare prej 22 vitesh, ndërsa është shënuar një rritje prej 32.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Çregjistrimi i mjeteve të amortizuara është një hap i rëndësishëm jo vetëm për mbrojtjen e mjedisit, por edhe për rritjen e sigurisë në rrugë. Automjetet e vjetra shpesh kanë standarde më të ulta sigurie dhe ndikojnë më shumë në ndotjen e ajrit, ndaj largimi i tyre nga qarkullimi ndihmon në përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe në uljen e rrezikut të aksidenteve. Ndërkohë, kontrolli teknik i automjeteve mbetet një nga elementet më të rëndësishëm për sigurinë në rrugë. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, gjatë 2 muajve të parë të vitit janar-shkurt 2026, një numër i konsiderueshëm prej 16.301 mjete nuk kanë arritur të kalojnë kontrollin teknik. Për shkak të problemeve që lidhen me sistemin e shkarkimit të gazrave, mangësi vizuale dhe funksionale, sistemi i drejtimit dhe amortizimit, si dhe problemeve që lidhen me sistemin e frenimit. Nga ana tjetër, individët kanë mundësi të kryejnë procedurat përmes platformës e-Albania, ku mund të rezervojnë online takimin për shërbimin e nevojshëm. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u bën thirrje drejtuesve të automjeteve që të kontrollojnë rregullisht dokumentacionin dhe gjendjen teknike të mjetit që posedojnë, në mënyrë që automjeti të jetë gjithmonë i sigurt dhe gati për qarkullim në rrugë.